Jemi bashkë tani është koha të flasim për Big Brother VIP Kosova, kush do të shpallët finalist sonte. Bashkë me mua në studio është Zoja Nushi, Zoj mirë se vjen, Vesa Smulita, mirë se vjen, dhe Yll Dreshaj, mirë se vene. Mirë se gjej. Sot është nota finale, mos kemi me diskutu se qka ka ndodhë në Prime, sot po diskutojmë se kush ka me arrit medalë fitues prej kësaj gare që ka zgjatë dikon 3 muaj. Atë nisi me ty, Ylli. Të boj balon. Ose për japin një... Pas ka marrë seriozisht Yllë po më... Kështu del veç mendimi me prezentu moti. Kështu që Ludo pa dyshim që e meriton për gjitha këmështrimeve të mija, dhe më thonë, me plot kuptimin e fjallës. Nashta mas Ludos, kush kisha dasht me meritu dhe kush e meriton, është lëndrimi. Edhe pse me flok të kafta, dyqysh s'po do këtë lëndrim, a? Po për këtë ndryshe që atë. Vesa? Nëse shofim nga pikpamja përfitimeve sa i përket produksionit, besoj që Ludo, edhe ja kish dhoni far niveli shumë analt nëse kish marrë pjesë në për ceremonit të ndryshme botnore që e ka zakon edhe ai, i kish jap një far epitetin ndryshe Big Brotherit Kosovës. Unë jam mes Lëndrimit dhe Elionës si fitues potencial. Po, që ti do të doje ndoshta ma shumë që... Për dëshirën teme, ama kështu sa i përket përfitimeve, kishin përfitu ma shumë produksioni Big Brother nëse ja kishin dhonë Ludos. Po, kush e meriton? A din të fokusohemi këtu, ti kush mendon që është emri përfundimtar që e meriton? Si pas shijeve të mija edhe që më ka përshu pozitivitet Lëndrimi, po sa i përket lojës, Eliona ka lujtë shumë. Ka bu ma shumë. Zoj? Unë jam mes Lëndrimit edhe Ludos, edhe pse gjatë këtyne ditëve të fundit që më ka ma shumë për Lëndrimin, po menaj që potenciali për të ditë është. Qyshet se ki ma herët që tha për Ludon, ka potencial nëse veç që fiton është bonus për neve si shtetë nëse këti bjen me shku ndërkombëtarisht në venet të ndryshme dhe ka me umajt men si Ludo i Big Brother të Kosovës. Njëjtë është edhe për Lëndrimin se na ka japë shumë gjyra, ka lujtë shumë mirë edhe na ka japë një shembull se qyshërinia Kosovës rritet në kushte jo shumë mira edhe luftojnë për dëshirat e veta. I ka një mu shumë bigu këti, me nëzjen pa artist lëkun e ti, me po se qysh duhet një artist më kanë gazmor, humorist, edhe të natë me i përfshi, kështë që më nëjë që Lëndrimi është një pasqyrë shumë e mirë rinisë sonë, që duhet me luftu për andrat e tëne, edhe pse jo me ju shpërblysë në momentin që këj e fiton bigun, na i na njoftë edhe ndërkombëtarisht paka shumë prej bigut, kanë folë Brazili, Turkia për ta, edhe nëse nesër mas nesër këj e bën një këngë, besoj që mundet me shpërty edhe kanë me thonë po këj këngëtari artisti që u kanë mena në Big. Ylli, kush e ka jep shpirtin për këtë lojë që për një me e meriton finalen? Se mund të themi që dikush i ka pas ato karakteristika që e ka bu publikon për vete, për kush u konë ma strateg që e ka pas mendje 24 orë tek loja? Shqo, do më thonë, shpirtin që e ka thonë, ai person nuk është mbik, është Alba Pollozhani, me gjitha në gjyrat e saj që e kom thonë në shumicën e intervistave. Kurse sa i përket pasrës... Me të njafshëm? Jo, as pak. Aja ka meritu me këtë kuptimin e fjallë, s'po po pidi. Të që mrena pasrës, përveç 4-shës, kush nuk është që e meriton as pak heq, është të Gerta. Ma marësisht edhe pse ka të reguat identitetin e një femrës njërën sa matë mirë dhe matë përsosur, prapse prap po loj nuk është që ka bo. Unë menoj që shpiritin kush e ka dhonë, është edhe Leona, edhe pse loja saj, pavarësisht nuk është që më ka pëlqyer as pak. Pse që tek nuk po du me elaboru këtë pjesë, po ai që ka dhonë shpirtin mendoj 8-4 janë jashtë ta Gertës, po ai që ka qenë strategu edhe që nuk i ka ndru situatat asnjë dhe ka qenë... Jo, Klodi nuk e ka dhonë shpirtin për ato, sa ai... Pak të në kalujtë, I ka po disa kalkulime, po fund ditës të ashtë nëse ai gjatë gjithë kohës ka mendu që Eliona ka dashuri për të... Jo, s'ka mendu veç për Elionën, ai ka mendu për Benjamin. Ka mendu vetëm për Elionën, nëse shohim ka mendu vetëm për Elionën, kurse dje i kishtë thonë, tha, unë s'mendoj tha që ke pas dashuri për mund, dhe më thonë tashte që jemi ardhë gati në finale. Unë mendoj që Ludo ka qenë ai që ka qenë statiku më i madhe dhe që gjitha situatat i ka kap në dorë, ato që i ka pas. Me sa shifet edhe javën e fundit, Ludo gjitha situatat nuk i len me ik, i ka pashtu në detajet ma detajuar, kurse Eliona mendoj që këtë javën e fundit ka rash shumë, shkaku që ma shumë fëmerët me thashet për me sesa me situata. Edhe Klodi është javën e fundit duhet me lëshu pak në lera, abdin se bëll nga ka të regu kretën gjyrat se cili prej banorëve qëto. Jo, së dhe finalja e bënat vetëm ditët e fundit, me pase se i këna shumë në finale në ata. Gerta më do këtë ndërtim pale në...
në finale. Do më thonë se kom prit që hin. Okej, ka bu analizat forta, u kone logjikshme, po nuk e kom pa për finale, si lojtare. Po qyre tash të une mendoj që Kosova, pa ligi dosh me Kosovës. figurën e saj. Po flasim për lojë, se për pjesën e lojës. Unë mendoj që Kosova, unë mendoj që lojë. ligu i Kosovës e ka një send që gjysë qyrë du të me pas dikën në big të Shqipërisë. Me pas dikën Po, një person Klodi për i ka Shqipërisë. Po Klodi nuk e di realisht i ka. Po, nëjse, në ashta japet pak edhe Po Klodi do më thonë jeton japet për shkak që është edhe femër Unë ajo ma shumë më kanë si psikologa aty mrena dhe nuk besoj që në big të vynë ty një psikolog se bigu e ka psikologën e vetë. Nëse këta kanë dosh me bona i debatës në i diskutim bashkë. Psikologën bigu tybe shumica që janë konë aty, nejse pakica nuk janë konë edhe në rregull për me kalu testin e psikologjisë. Po gjithsesi ata kanë marrë përgjegjësitë mrena në big, po Hygerta s'ka pas nevojë me luajt rolin e psikologës edhe të mësuesës aty mrena. Okej, ka strategjia e saj, por nuk u kanë strategji për me shku deri në finale. Eliona, Elionës ju ka servir loja e Klodit edhe e lëndrimit që i kanë shërbyja asaj për me ecë me çatë deri në finale, nuk është që ka pas na lojë të vetëm, pa marrë parasysh, ajo më shumë e ka shfrytzuar lojën edhe është ku është. Po gjithsesi na nuk mund Eliona ka pas situata të veta, domethënë jo nuk ka pas veta se u shtot me lëndrimin edhe me Klodin. Për Elionën. Për shka, për ata dy që ja kanë servu. Për Klodin, lidhjen raport relationship, situationship, nuk është që ka folë kjo shumë për vete. Që është problemi? Kjo të më thonë në shumë e arë. Krejt banorët janë konë kundër Elionës, edhe se ka qenë vetëm që ka pas bezimu për bopë e drejtë pavarësisht moshës, edhe për folë në çdo prime. Nuk po du me e dal me mbrojt, du më thonë historikisht. Po ka pas argumente, ka ditë me i përballë dhe bashkë. Argumentet i ka pas në momentin që ka pas Klodin edhe lëndrimin mrapa. Mu më ka pëlqyer që në fund këta kanë arrit me mri edhe me kuptu që këta i kanë një mu. Ama nëse e keni pa Elionën vetëm, të diskutu me se cilin, pavarësisht moshës që e ka dalë për para, s'ka pas pardon. Nuk i dridhët Qërpiku. I replikon Po nuk jo ka dridhët Qërpiku, okej, na gjithmonë e kena vlerësu për ata që shodok edhe mënyrën që shka argumentu që u kanë super e qetë, po në atë rast i kanë dimu shumë Klodit dhe lëndrime. Na kena po në rastin me Dolçe. Jo, nuk po thojnë atë që ka me pa tekst, po su kanë loja vetë. Në momentin që ajo debatoj me këta, me Dolçen, ajo e pranoj edhe vetë që përderisa se ka pas Klodin edhe lëndrimin afër mbështetës, ajo është një ma e dopt. Po, edhe ajo vjen se ja kanë ndihmuar loja. Që domethënë nuk u kanë loja asaj, është thjesht çka ata i kanë ndihmuar edhe e kanë deri në çepik. Lojës që kom bo vetë, jom kom vetë si pjesë e Big Brother, domethënë e shoh me një konotacion krejt ndryshe, dush me pas një farë krohi aty. Po jo deri në atë pikë, sa me kanë loja ti me të ngritë ty. Ti dush me kanë edhe vetë. Po kupton, ti dush me bo alianca me njerëz të shku se vetëm nuk mundesh asë njët personale. Nuk e mri diçka vetëm. Derisa Ludës për shembull nuk është që e ka ndihmuar dikush lojën, për shembull për me ngritë atje. Ludo e përdori Albën në aspektin. Ludo ka përdor lojtar të dopt dhe të fortë për miran njëri tjetrit, pa u dëmtu vetë dhe ka mritur aty. Ajo është strategji. E ka përdor Albën, e ka përdor Belitën. Ngrit pa dëmtu vetëm. S'mund të thonë që edhe i ka përdor për shkak që aty mbrapa në lojë është e dyashme. Nëse ti unë të kam përdor ty, ti më ke përdor mua një strategji. Kjo krejt është inteligjent me e kuptu që është u përdor. A dole me të diçka ata që shërben në dy palëve. Ju shërben dy palëve, po jo të gjitha e kuptojnë që është u përdor për dikuj. Të darka e të nominuarve, banorët aty, pra 4 të tjerët, e kritikun Ludon, i thanë që nuk e di pse ti dosh me shku në finale, se nuk e shfaq emocione. Na nuk dim, nuk të kemi pa kur të kaj, kur nervëz. Pra, po du me ditë me dimin e se cilit. Emocione do të me shfaq pa tjetër për me shku në finale? Jo, po kur duhet që një lojtar ka jetë në finale. Po thonë që ka një duhet me kalzun lojton kretë lojet e ngjyrave që i ka si personazh për me meritu. Apo tash masi kalzoj Alba Pollozhani, do me thonë fund ditët u bo sensacioni rrjeteve sociale për gjitha VIP-ve. Po, Alba Pollozhani në loj, unë e kësha po në finale. Edhe fitose, faktikisht. Pretendente e përmetitu. Ama tash ti shumica e publikut, prapë se prapë nuk jonë të gjithë një mes. Ti po bjen kontradik me vetën, ti a tha pare se amre në Alba Pollozhani, të tash pse po thu për shumë, a duhet pa tjetër me kajta që ka bu Alba? Kush, Alba ka kalzu gjithë natyrat. A i ka kalzu, po ti ka bjen kundërshtim me pjallë të tuja se po thu për Ludon, a duhet më victimizuar. Jo, nuk është Ludo që ka kalzu emocione. Ludo ka kalzu emocione, tash nuk do më thonë që gjithmonë duhet me kajt. Në momentin që Ludo ka kalzu një histori,
empatik ndaj dikujt që i ka ndodhur dikujt diçka aty, nuk është e formë gjithçyshme me një histori që ti e kallëzoj. Për familjen e vet. Alba asnjë gjë se ka kallëzuar për familjen e vet. Ja kanë përdorur familjen dhe ka thonë nuk dua ta me dalë në televizion. Se do të më kallëzoj diçka për familjen tonë për shembull. Po jo, nuk do të thonë që gjithmonë duhet me kohë. Se për shembull nëse dikush ka sjell shumë prej familjes vet, në këtë rast Eliona ka kërkuar se tonë për me tregu historinë tonë. Me historinë tonë do të më shkutim finale që s'po kuptoj. E rëndësishme është me lujt lojën, me kon strateg ose stratege e fortë. S'është lidhja ajo me tregu historinë e jetës tonë dhe me shkutim finale. Nuk po them se duhet patjetër, po e bëjmë si pyetja duhet emocione apo kupton? Po është të thonë gjithmonë me kallëzu emocione, se nëse ju e kallëzoni një rast familjar t'juaj ose diçka tjetër, nuk është të thonë që unë duhet me kohë edhe me ushtryn tokë me bashkëpunje me juve. Unë jam një tip nashta që nuk kaj, nuk jam tip emocional, po e përballoj në mënyrë tjetër. Do të thonë që mua ju duhet me ndihmu në lojë edhe me mësisu dikush mua që s'kam emocione nëse unë nuk shkryna për tokë për një histori që kallëzon te. Muj me ndjedh dhimbje, po nuk muj me shfaq. Po që po thojna për emocionet e ludës, kjo do të thotë që ludu nuk është prek për ndaj rasti që ka kallëzuar në vrasje. Jo, është ato që s'ka tregu diçka për vetë, po më ka qenë më herët. Qysh morës na ka kallëzuar për Kimin, për ata të tjerë. Kjo është emocionale, duhet me është emocionale se na prek neve si shqiptarë që ku kam Eliona, për shembull Eliona ka treguar historinë e vet. I kanë dalë shumë prapavija që dikon e ka treguar një histori tjetër, dikon një histori tjetër. Tashti historinë e din veç zemra e saj, nuk e din asnjë pineve. Tash gjithmonë populli dul me nxon diçka strikt, edhe unë e kam thonë që realisht nuk ka historia e njëjtë në disa raste. Po tashti nëse na tregojmë një histori ashtu se ç'është është, gjithmonë ka me pas njerëz jashtë që e prekin një pikë dikun që është në kundërshtim me ato se që e kam thonë dikun tjetër. Jo për vete, për Elionën. Tash shumë në rregull është lodë që s'ka nuk është përcaktuar për me tregu një gjë për jetën e vet, emocionin e vet. Po ajo është një 19 vjeçare me tregu për jetën e vet, çka ka me bëj eksperiencë sa dalën jetë. Po, sa dalën jetë e kalon shkollën edhe marr me him Big Brother apo? Unë nuk pajtona me këto. Unë s'jam të mbrojt në atë aspekt. Jo, se Eliona vetë ka thonë që ne kam shumë eksperiencë në jetë. Jo, se Eliona vetë ka thënë që ka shumë eksperiencë në jetë. Se përjetimin që e ka bëu ajo, edhe shumica njerëz në jetën tonë, qoftë VIP, qoftë njerëz normal, e përjetojmë këtë san. Njëri prej tyre, njëri prej tyre jam dhënë që ka kaluar çato dhe çato kam i Jo, na nuk mundam me thonë, ajo s'ka çfarë përmend tjetër, ajo s'ka shëtitën. Jo, ti dhe kombo. Dalemi te një pjesë. Po, mo gjithsesi ajo si 18 vjeçare ka thonë ne kom kalu pa me lënë edhe jashtë historinë e saj që ka përjetu, ajo gjithmonë ka thonë mos më cilsoni 18 vjeçare, se ne kom përjetu, kom pas tash edhe unë ka thënë historinë e dashurisë që ka kaluar tjetër, ajo është fakt. Domethënë që tash me kallëzu diçka tjetër që s'është. Edhe një 18 vjeçare ka thënë Benita Zenezi ka thënë ka pas kapacitet me kallëzua, dhe në momentin që unë jam e gatshme me debatu me ty, edhe me kanë shumë me efort në argumente, normal që unë jam me përgatitur. Nuk ka karrierë, nuk ka pjesëmarrje. Ato ku vesh me Zoja dhe Vesa, të bëj me radhë kështu me jap mendimin se për më nuk kuptohet kur Zoma ndedhe në videot që i shohim. Po, unë jam dakord me gjithë secili mendimin që ka vetëm, po kur të shohim edhe një nënë nëse se ka laburu jetën atë çfarë që është 19 vjeçare, unë nuk e di ç'është mundet një 19 vjeçare, më thon për shemb Benitës pja hap kam djemve për shembull. Domethënë kur ti ja thu këtë ti realisht ti shumë sana. Jo, ti ku ti aty ka me dal diçka keqe jotja, sa janë njerëz që kanë laburuar në aktivitet. Jam tu e mbroj, po ti vetë ke projektuar reality show edhe di fort mirë që njerëzit kanë për tendencë me të nxjerrë këshillat. Po, Zoja, me prek sa aty ka prek moralin e Benitës që ti i hap kam për gjithë secili. Ty ne kanë prek njëri tjetrin. Nuk e kanë prek në asnjë Eliona. Aty ku ti Big Brother duhesh mi shtrëngu pak. Te Eliona dje erdhi një pyetje drejt për drejt prej Klodit, në fakt që erdhi pi publikut, po ja bërja. I tha mendon që viktimizimi dhe mshmëria e njerëzve për historinë që ke pas ka pru deri këto. Zoj, çka mendon? Unë e kom cekë dhe vazhdoj me cekë që po, najna si popull i dhëmshëm, në momentin që na ka zona një histori të prekshme, njerëzit kanë me pas një forë dëmshërie për neve edhe kanë me thonë që okej, gjynalet ta përkrahim. Po kjo nuk do me thonë që këta e zhvesh prej do tipareve që i ka pas kjo edhe për pjesën që i ka pas masi përfaqësore, se ti nëse e shet, i thu, këtë qik nuk në gjendje me ta këthy fjallin, këtë qik nuk në gjendje me ta ba
s'po thëm një të keqe, po me të kundërshtu në ato pika qysh ka kundërshtu. E ceki edhe paraprakisht që tha mënyrën qysh ajo u konë ofenduse kundrejt Benitës edhe këto pika tjera që i ka bo në loj ma agresive, nuk ju kanë po edhe ja kanë mshef, pak fonsat e saj, pak nuk janë shfaq, për me qitë Elionën në bashkë që shokan. Po, se na e dim sa keq që ka ofendu Benitën, se nuk u kanë, se musëm ka pëlqy që o arë në atë pikë që Benita u cilësu pak si ma djallëzore dhe ma e lazdrune dhe kjo u cilësu shumë ajo qika mire urë. Të njëjta sene ja ka cek edhe Valdrini kur është kanë opinionist, edhe në pjesën e parë, po edhe në 2-3 prajma tjerë, ja ka cek edhe ja ka qitë në patë që kjo nuk të bënd ty qikë të mirë, se nashta 100 herë ma mirë unë të më kanë njëna që atë, se sa kjo. Kjo lojen se ka bo, kej du të mja jopë dojnë, se ta është sot finalja dhe s'kina mo shka me thanë, po gjithë se lojen e ka bo, po lojen nuk e ka bo qaq, e ka bo pak me viktimizim, rastin e patë edhe me Ludo një ditë që u që Ludo edhe tha e kom po dojnë tem andër. Po, e diskutun tja edhe këta. Po, tha e kom po dojnë tem andër, ajo me njëherë u këthy edhe ju ka tha po ma përmen dojnë. Dhe më thonë, e përdori si situatë me këthy ka vetja dhe me luj viktimen, kur Ludo u vrej situatat që nuk e pat të qëllimshme për ta. I thanë edhe banor vjetë që gjdo histori që e përmendin këtu ti gjithmoni lidhë me historitë e tua që nuk do me thonë për Elionën, ajo vetë ka marrë se ka dosh me shfrytzu aty mrena, sepse nuk ka pas kur gjë tjetër përveç lojës me Klodin. Edhe me Klodin që kej ka shku mrapa, jo Klodi kësaj. Vesa, për këtë pyetje e viktimizimit, çka e ka pru deri këto dhe cilat kanë qenë normalisht i kanë mua, aty çdo story që tregon tet nimon me ecë përpara, se kjo është loja Big Brother, duhet me shfrytzu maksimalisht. Po unë mendoj që kjo që është e re është shumë e pjekne, artikulume, është oratore, din më ta këty përgjigje, nuk i dridhe qërpiku mu përba me se cilin prej banorve që i ka pas deri sot aty deri në finale. Për ndryshë saj përket si lojtare, mu më ka pëlqy loja saj. Pavarësisht që njerëzve ju vjen i nati për shembull që është shef, e ka një farë prapavije. Nuk është i natë, ajo që vjen njerëzve. Ka najtë aty që shtu e njejta, do më thonë, nuk është se ka ndryshu, nuk ndërhyva Zoj. Po gjithëse se me i natë se jo kjo po miret, po pësës më kundërshtove. Kundërshtu, po s'pëmbleni me pikën në fjallin tira. Të pjesa sa jo se i natë, sepse njerëzit e marrin se i natë, shka kena nami pas i natë, natë, për shembull, unë se dikush tjetër mja pas i natë një 18 vjeçare. Ai ka kalu ajo sa në që na i kena kalu, besoj që nuk e pati natë kuptim kështu për i natë. Se i nati po miret në qatë njëra dhe të publiku, se po thojnë me i nati. Kërkosh vëlla nuk ka i nati në Elionën se i ka të natë mira. Pesa Zoja ka përshka komenteve të vazhdushme që i merë. Vjen me dhoni opinionin e sasë. Unë nuk ka cilja se ma i qirin Zoj që me ditë shka të javë komente. Po është e krej fonsat Elionës që ju gjuën njerëzët që ju thonë, po ja keni i nati një 18 vjeçare. Duhet me marë parasysh që kërkosh se ja ka i nati një 18 vjeçare. E qartë, po. Në rregull, faleminderit. Mendoj që ju s'ka lidhje po të lash me fola, po prasa do të njëjtin aspekt mi marr. Eliona është një nga vajzat, gratë, shembull, që ka luajtur me qetësi, edhe ka kthy dobësinë e saj në forcë, edhe mu që kam ka pëlqyer si vetit ajo. Se kur e pyetën dje tha, unë besoj që kom arrit vajzave të reja, m'ja japnin mbështetje dhe me gjetë vetën tona ka arrit me vot. Kjo ka lojën e vet që ka bosun e ceka edhe më herët si 18 vjeçare që u bota është 19 vjeçare, nuk ka pas gjë tjetër me përdor në lojë përveç historisë saj me familjen, kështu që normalisht që i kanë ndihmu, se ja kanë përdor edhe vetë personazhe që kanë marrë pjesë aty. Po. Mandej lidhë edhe publiku emocionalisht me storyn e saj. Patjetër që po. Ylle. Po e qëtësojmë situatën. E qëtër. Ju balon qëtër. Që 20 mas vjeqe e kanë dy edhe i të vrejt. Saj përket e Lionës, kur thot Vesa që e ka qenë shambull për disa vajza, po, ka qenë vajzë shumë shambull, në disa kontekstet të ndryshme. Pse? Sepse Eliona që nga fillimi ka të regu që është një vajzë që mundet mja dalë, edhe që ja ka dalë pa nanën dhe pa motrin e vetë. Shumë e vërtet. Një 18 vjeçar që vjen në Kosovë dhe futet në Big Brother, që gjohë për të s'kemi dit asë që ka bu me jetën e saj, asë nuk kemi dit a është VIP, asë është VIP. Mandej, futet në Big Brother edhe historia e saj, ku ne kemi pas në një televizion zbashku një ditë që kemi po atë intervjist, unë kam qenë për asaj dhe ajo pas meje kër kemi po atë intervjist.
futën në Big Brother, edhe kur futën Big Brother tash pe përshkruj pak a shumë rrugtimin e saj. Që pas ke majtë men, edhe kur e ke taku live, ka diska? Jo, nuk e kom taku live, jo. Do më thonë vetëm ka ra me e pak, që s'kum pas bisedë me të, po e kemi pas intervjistën e dëmshërinë që kom pas në dhe saj, po më që e kom halë, për historinë e saj, kemi qenë një ditë që kemi buat intervjistë. Pra publiku lidh shumë ma herët se Big Brother me historinë e Lionës, kështu që pak a shumë e ka pas i plus që e ka njofta. Jo, së shokë në famshme, do më thonë para. Uhim Beg edhe u bo. Kjo e ka bo. Qaja intervjist ka ecë ma shumë asi që Uhim Beg. Jo, këto nuk e ka njofta askush për shumë, po e flasë shumë nuk e ka njofta në të aspektin për që asaj histori ose diçka, do shta si influencere, si bloger, është çështje tjetër. Edhe kur u fut në Beg, okej, na tregoi shumë disa ngjyra të mira në fillim, po unë për vete nuk e njoh Elionën në shumë detaje të detajume. Pse? Unë e njoh një vajzë që vetëm e ka kalu një jetë saj, pa nanën, pa motrën, do më thonë, historinë e saj, paka shumë që gjo është e dhemshme shumë e vërtet. Po nuk e njoh në shumë gjana të ndryshme tjera, sikur për shembull e kom njoft Alben nuk po flas që e njoh personalisht, që e kom njoft aty. Duke qaj, duke u shkaravit, duke dash një njeri, duke u largu për një njeri, duke u kthy apet një njeri, unë e Lionën e njoh vetëm të shku një njeri mbrapa, të e për ndjekat njeri mbrapa. Tjetra, e njoh e Lionën që realisht, do na me thonë bukfalisht, kështu e ka, do me thonë, nanën e vetë, një farë aspekti, besoj që për zdyti, e ka... Jo, është fja shumë e rondile se ta... Po, që është praperënd për një histori t'il me... Publiku e kanë marrë ashtu, se jo që kjo e ka bo. Vetëm tash ta përfundoj. Zdo më thonë që kjo e ka bo me qëllim, sepse tash jo çdo kush i tregon historinë e vetë personale në detajet, ma detajume. Pse ti duhesh me qitë babën tanë, pse ti duhesh me qitë nanën tanë, çfarë jetë e kanë kalu, ajo shumë e vërtet. Po tash nëse është të e kallëzu realitetin, publiku e ka vrejt pse dikon ka folë ndryshe, dikon ka folë ndryshe. Tjetra është, për shembull, i vjen një mesazh për dajezve. Domethënë, mua çam ka pëlqyer më shumë te Elionës është që ka ditë me menaxhu situatën e dajes. Po tash ti ku ta këshosh një nënon, e ka mbrojt babën e vet, po familjen e dajve domethënë ka qit pak poshtë. Jo që e ka qit kjo, po ashtu është marr. Për shkak se dikush e ka pas motër nanën e vet. Domethënë padyshim që ka me dal qoftë nëse qofsh agavin, nuk po them që unë është dënues baba i Elionës larg qoftë, sepse ajo ka qenë... Po nëse përshkruan një fjalë, ylle, krejt lojën që e ka bo Eliona me këto detaje që i përmendit, ç'e kishe përshkruar? Nuk e di, është pak problem me qytetojën e saj, se unë nuk mendoj që e ka bo një lojë për me konë finale. Vlera ka tregu, nuk është që nuk ka tregu, po lojë nuk është që ka bo. Sepse Elionën e njoh vetëm lojë me klotin dhe lëndrimin. Unë mendoj që çdo prajm njerëzit kanë kurioz me pa çdo prajm për shkak se i ka ardhur një letër, ka reagu Daja, ka reagu femna Klodit, jo kjo, jo ajo. Vetëm me qëto e kanë majtë. Nuk është një histori mbranda historisë shkoj këtu thellu. Do më thonë është një farë histori që bëke me shiku, hajtë ta dhezim televizorin, ta bojmë prajmen, se sa rëfime i ka bojë Ludo, sa rëfime i ka bojë. Ato im konë rëfime tjera, rëfime tjera im konë kësajna. Jo, vetëm pak. Filme ka përdori historinë e nanësve, edhe mandej ka fundi përdori historinë e nanësve. Do më thonë dy historia. E Ludo që i ka kallëzu, bile kjo e ka dashnin edhe gjendjen emocionale edhe historinë edhe mshmet familjes. Në më thonë janë dy historie që i ka shfrytzu. Që mund është më shku lishëm në finale nëse banorët e tjerë nuk kanë që a kallëzohen. Po se i përqafon publiku këto, i kemi po edhe për Big Brother. Po shumë që llogaritën lojën. Jo në që historie dhe storje që janë tregu edhe me ato u dojnë 100 herë në prajm, por nuk është diçka që ajo ka përdor në farë strategjie. Elionës nuk i postohet video kur ka qenë në spitalin amerikan që do më thonë kështu që ka dalë nga Big Brother, edhe do më thonë që kur është fut është aludu jashtë që ka dhonë një informacion për finimin që është rej me x person me Putrintin, gjë që ato se kishë dhonë Eliona, po e kishë pas dhonë Aurora. Këto e kemi kuptu masi që o dalë Aurora jashtë, Aurora Rusta, nëse s'gaboj. Kështu që pse nuk është dalë, nëse jemi transparent për Alben, për ato, për këto, se qësh është dërzu Alba zisa herë, është pësu një vitin në telefonin po fone ka pas Alba Polozhania atë tash, atë mos na shtim lugave. Jo, është dalë ndonë trefimi se ka nxjerrë Lavinoti atë video. Ka dalë produksioni. Jo, nëse jemi transparent për krejt, jep informacion ose ku del diku në për në spitala që po di. Alba është në spital, Alben e kanë qitë në video. Se nuk e kanë qitë Elionën. Se dul Lavinot Regja dhe Bia Khalifa që të thonë që ka pas telefon edhe kanë zonë dhe kanë pas avantazh. Se nuk i kanë cekë sanë tjera të publiku. Nuk është me nxjerr ato se dalin cash produksione. Nuk mund të nxjerr ato nëse ndal cash bjen që Eliona dal ka marrë informacione. Po Alba ka dal ka marrë informacione. A ka lënë tek
lëndrime. Se do të kenë zyret Olsa Muhametit e Po veç ai personi vetëm pak, vetëm një minutë. Nëse shku Albet e zyra Olsa Muharrima, ç'është ka, aty domethënë është dalë çaj person që e ka bërë çat vite ka treguar që e ka bërë me AI. Domethënë me AI. Ai personi me AI tani edhe telefonin me AI. Shifet aty, po pse Eliona nuk ju ka publikuar një video e tillë që o kon keq, okej, të ku shku te spitali amerikan. A nashta është hala tu bua ajo montazh dhe më na servu domethënë për finale. Nashta s'është më responsor. Nashta s'është responsor. Lëndrime. A u kon lojtar lëndrime se do pyetje për publikut që i pat që më shumë ka shfaq talent, më shumë ka akthy, më shumë ka jap energji se sa nashta. Po lëndrime është kanë lojtar, lëndrime nashta në fillim nuk e ka bërë atë kyçen edhe super të mirë se është kom pak bullizus, pak ofendus kundrejt Benitez. Po, nashta qikja e ka bon, nashta mos mu dok në fillim edhe mos mi fitu ata simpatizuesit e vetë. Po që menoj që lëndrimi me... Shpejt e kape. Po, se jena pa gjonë. Me kalimin e ditve, kë e ka po dhe u kopë shumë mirë me banorët, po që ajo nuk u dok shumë të lëndrimi me vrejtat mangësin që e ka po, se shumë shpejt u kopë në loj me lojtar, shumë shpejt ja ka njës me lujt, nëse këti lëndrimit gjatë primit i kanë thonë opinionisat që ti nuk i ka debaton shumë, nuk i ka trego vetën, nuk i ka mbron vetën, kë i ka marrë ato informacione dhe i ka përdor në loj. Edhe po, ky ka lujt me krejt në gjyrat, u kanë gazmor, u kanë e kena po të mërzitur, ma shumë nuk di shka duhet me bani lojtar. Edhe për ndryshe kjo është artist, ky duhet me valzu, duhet me kesh, duhet me kësy, tënat. E kom edhe një më falni, edhe një 17 vjeqare më duket, 18 natë ku kur i shkone Liona mbrapa Fenemit, se në disa raste ka thonë, jo në disa raste ka thonë që nuk jem konë diskoteka më fillim, pa thonë. Kështë që ma ndej dule dhe një video që u konë gjatë gjithë kohës. E ka shiu muzika një pëlqen Fenemit, jo, nëse i pëlqen, okej, nëse është 17 vjeqare ose 17 vjeqare pylleja, i ka më shku në klaba, jo. Se me sa i dina ku kërën shkun. Jo, me 17 vjetë musë më ka leju më shku. Kun Kosova? Kosova? Po. Vëllaj, kur s'li mos lini lugave se tani qojnë. 19 musë më ka leju. Bojnë kontrola. Se do me... Mu lëndrimi më ka rasy qysh në fillim, do më thonë me energjin e ti që e ka përshu për mes Bigut, edhe me njëherë, këmë thonë, këtë djallë është me yllën ballë dhe meriton finalin definitivisht. Po, që ka penalizu këto është se ka qenë shumë empatik edhe emocional, edhe momentin që u bo bashkë me Klodin, ja ka nisë me amar energjin që ashtu edhe Eliona, edhe kjo shojt me një farë formë, edhe vete pranoj që jam të flejt disa përaj me dilshin sa Klodi, sa Eliona kjo hiq, edhe kjo rike kështu si statistit tëne, po që am ka pengu, dhe pse është super lojtar, ka përdor sarkazmën edhe në çdo intervistë që më kam bërë pyetje për ta, ku më thonë që kë ka fenomenin si fitusit e Bigut, që në kontinera, Luizi edhe Gjesti, ka përdor sarkazm, nuk ka bërë talje, do më thonë, sarkazma është inteligencë nëse din mi kuptu edhe mi shfrytzu. Kështu që kë ka bo, veç që ka pengu, është guximi. S'ka pas guxim. S'ka pas guxim. Nështë edhe që ajo ka mujtë ndashta me... Që aty edhe ka aron loj, se s'ka pas guxim se lëndrimi ka pas me bo revolucion në... Menoj që guxim ka pas, po qësheceki që nështë arsua pse i ka dollë ma shumë kraj Liona se ka penalizu se kjo ma shumë u shku shpirtnisht edhe nuk e ka pa vetën si lojtar. Jo, në menoj që ta e ka ngrit kër i ka dollë Lionës kra, kër i ka dollë Lionës kra dhe një konin ngritun. Lëndrimi ka pranu që ka pas situata që ka mujtë me reagu edhe me kundërshtu edhe me do një shumicën e raste vetë kjo, po e ka zgjedhë me ka ma i heshtun edhe pa doshje ka ngrit ma shumë Elionën sa ka ngrit vetën. Heshtja ati që mundunës me qitë keq Elionën është penalizu për vete. Po kjo zdo tëtë nështë atë që ja ka hupë edhe dritën e vetës edhe Valdrinit që i ka kërë po vetët shkëllqimin e vetë. Ka yllin e mballë, dikush o e ka ose ka, po gjithsesi për me fitu lojën për pak i ka hup ashtu pikt. Edhe pse unë du me shumë zamër kjo me marë. Lëndrim, kështu Po, thonë. lëndrim, po. Realisht Nashta që dhe ti yllin bolla, emri nuk e di veç. Lëndrimin realisht më tregu njerëzit që vjen pianës tonë të pes, edhe afer një katunit të neve. Do më thonë, realisht me dalë pej një katunit me lopë, me ato gjona që i kum kalu dhone është diçka paragjiku, se pi shumë njerëzë. Që që edhe ja kam përdorur me disa komente shumë senet ndryshme, po bravo i qoftë se ka lujt një loj shumë të mirë. Në fillim nuk më ka pëlqyer edhe mu kesh i pajtimit me vesen, sepse guximi nuk e ka pas shumë.
Unë mendoj që ky i ka pas disa afrimitete me Albin fillim, jo afrimitete flerës ose diçka, por aleatë në lojë. Po nuk është që u kuptu në mëzeti, sepse të kishin kon këta dy aleatë në lojë, pa dyshim që dy të sot i kishin ndihmuar njëri tjetrit edhe ishin ardhur deri këtu. Sepse gjithë secili prej tyre që janë në finale sot nuk janë ardhur veç veteu. Janë ardhur që i kanë ndihmuar njëri tjetrit, po sa i përket lëndrimit, lëndrimi mua nuk më ka pëlqyer as pak që kanë qenë mesin e dyshës, sepse mendoj që në farë rasti kur Elionës i thot nëse ti e fiton, a kemi dhënë të mira, aty të tregohet ajo jo besnikëria e Elionës ndaj lëndrimit, qoftë ka po për sarkazëm apo për çka të që tjetër ajo nuk e dijon, po lëndrimi o kona ai shpirti i gjithë secilit. Është mundu më gjetë gjithë secilit momentet më të këqija të mundshme. Ju ka bë mirë krejtëve, për shembull. Po kanë aty për krejt. Po, kom për krejt. Benita kur ka qajt a ditë që realisht këtë moderator të bëjnë për me qajt. O konë empatik, me secilin. Shkoj ju afru edhe pse Benita ka largo më tha s'po me të pa, shkoj e përqafi afra. O konë ai njëri që ja ka kuptu botën gjithë secilit. Edhe shumë kreativ. Kur s'ja ka kuptu botën. Po që është arsyeja se kanë thonë që krejt na jashtë kanë qef me pas një shok si lëndrime, nëse na të hunda me zonat që to kanë me përkra, atëherë unë duhet me përkra Elionën edhe Ludën, si janë tonë steme. Jo, ngam, unë dashna me thonë atë aspektin kur edhe një dal pikatuni që shumë paragjyku për atë lojë, për lojën këm konferme me gjana, i vjen pinikatuni me lop me sene, me plot sene tjera, për çfarë arsye i dola në mbrojtje, sepse jo pse është i pejs, se realisht mas i Lodës e meriton gjithë. Pra këtu nuk ja caktojnë fitoren votat e publikut, edhe Patyshim që edhe na kemi pas mendimet për ta që nashta edhe dikon e kena shtime votu. Gjithkon që i kemi dhënë ato opinionet tona. Lidhe krejt zinxhir. Klodja, mendoni që mundet me kap trofejnë temi kështu? Se jemi krejt në fund. Pak vështirë, valla. Pak vështirë se janë pretendent Ludo, Lëndrimi edhe Eliona. Se edhe produksionit për përfitime kështu nuk është se i konvenon, se në njërës jeton këtu, jeton jashtë vendit edhe nuk është se i shërben këtu mu lidh diçka. Unë mendoj që treshja fundit që ka me qënë nashta, do më thonë aty për aty në të pika, ka me konë Ludo, Lëndrimi edhe Eliona. Hajde, emrin e fundit. Hajde, ylle, emrin e fundit. Fundit ka me konë këta tret. Edhe dytë fundit ka me konë ashta Eliona edhe Ludo. Vetëm pak. Treshja ka me qenë. Treshja, Lëndrim, Ludo dhe Eliona. Dytë fundit ka me qenë Eliona dhe Ludo, edhe ai fundit me nej që ka me marrë Ludo. Nëse jo Ludo, Lëndrimi. Edhe unë mendoj dyshja fundit është Eliona dhe Ludo. E nëse flasim për përfitime jashtë kufive shqiptare merr Ludo. Nëse dojmë përfitu edhe televizioni vetë me marrë Elionën në TV show e kështu diçka, jo për reklamave e merr Eliona. Edhe kisha pas shef sepse po javlin me fitu një femën, po edhe e ka tregu kretë në gjyrat e veta dhe unë mendoj që si vjetë nashta kanë mja dhoni femën, sepse që sa vite, nëjse nuk e maj men që ka fitu në i femën. Po, kjo du me shku në pas të merita në lojë, jo veç pëse du të femën. Unë e dhash ato që nuk e ka fitu asë një femën, nashta kanë mja dhonë. Se e meriton, asë meriton, para dhe të si të mërësha. Që i një më të pola, që shqipon e logikën e ka momentin i femën, du me fitu ku shë meriton, jo veç pëse femën nëse mashko. Shëfu jam në atë të pra. Njëmër, mësë bëjë se këta. Ludo, Lëndrimi, Eliona, treshja fundit, edhe unë e menoj që nëse veç nuk është Lëndrimi dhe se kom qaf me kanë është Ludo dhe Eliona. Që mund të fitojmë për Soçit. Ate në është publike. Ju falenderoj shumë që ishte sa si kemi dojnë dhe praj kohës. Ju të regoj mande i mas prajmet. Dura u kam shëtë, malim finale shumë, se edhe fundi zoja u konë me neve gjatë gjithë kohës me këto opinionet saj përket Bikut. Kështu që mirit hanë, kështu që vazhdojmë punën e prajmet. Falenderit të rria që ishte shumë.